Varianti final I Komisionit për Reformën Zgjedhore fton të gjitha partitë parlamentare të ulen në tryezën e diskutimeve, por jo të gjithë do të kenë të drejtën e votës. Komisioni do të ngrihet mbi bazën e barazisë pozit-opozit. Në total do të ketë 16 antarë, 7 nga grupi parlamentar I Partisë Socialiste dhe 7 nga grupi I Partisë Demokratike. Ndërkohë, nga një karrige është rezervuar për Partinë Social-Demokrate të Tom Doshit dhe Partinë Mundësia të Agron Shehajt. 2 antarë do të vinë nga partitë që kanë fituar të paktën 2 mandate në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Emrat e antarëve të komisionit përcaktohen me vendim të kuvendit, thuhet në draftin final. Ndërkohë, përfaqësuesit e partive të tjera, duke filluar nga Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapaj apo Lëvizja Bashke Arlind Çorit, mund të marrin pjesë në diskutime, por nuk do të kenë të drejtën e votës. 2 bashkëkryetarë, një I majt dhe një I djathtë, Damian Gjiknuri dhe Erd Bylykbashi, do të drejtojnë punimet. Vendimet e komisionit të quhen të miratuara me shumicën e votave të gjithë antarëve, por vetëm kur kanë njëkohësisht konsensusin e të 2 bashkëkryetarëve. Thuhet në dokument, pra kryetarët do të kenë të drejtën e votës. Komisioni do të ketë një afat pune 9 mujore. Prezenca e OSBE në Shqipëri, ekspert të OSBE Odirit, Këshilli I Europës, ekspert të Komisionit të Venecias, si dhe përfaqësues të BE-s dhe SBA-ve, do të ftohen të ndjekin, të japin asistencë dhe ekspertizë teknike në punimet e komisionit.